Kanë vazhduar edhe sot reagimet pasi një ditë më parë Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski vendosi lule pranë një memoriali në tabelën e të cilit shkruhej: "Ranë në luftë kundër terroristëve shqiptar më 28 prill 2001 në rajonin e fshatit Vejc." Për këtë ka reaguar sot kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari. Kur një ministër i një shteti multietnik, jo një individ privat, vendos lule dhe bën homazhe në një plakat për kujtimore ku shihet qartë termi terrorist shqiptar, ai me këtë fyen bashkëqytetarët e tij me identifikimin e përkatësisë etnike si një karakteristikë kriminale. Kjo sipas çdo standardi ndërkombëtar është gjuhë shoviniste dhe diskriminuese, e cila duhet të ndëshkohet. Taravari kërkon që ministri të japë shpjegime publike dhe të ndërhyjë në bazë të kompetencave që ka për të ndryshuar këtë gjuhë të urrejtjes në atë plakat që vazhdon të qëndrojë në kazermën Ilinden, e cila me termin terrorist shqiptar fyen shqiptarët, marrëveshjen e Ohrit, e cila është dëshmia më e fortë se luftëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare janë luftëtarë lirie dhe jo si përshkruan ajo plakat. Një ditë më parë, Ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Vlado Misajlovski ka zhvilluar një ceremoni përkujtimore përpara memorialit të batalionit të forcave speciale në kazermën e Ilindenit në nderim të 4 pjesëtarëve të ushtrisë së vrarë në Vejs në vitin 2001. Ministri kreu nderime para pllakës e cila shqiptarët e përfshirë në konfliktin e 25 viteve më parë i etiketon si terrorist. Sot me respekt të thellë kujtojmë heronjë që dhanë më të çmuarën për Maqedoninë, shkroi Misajlovski në Facebook duke ndarë fotografinë e pllakës.